Dje u vra Remzi Veseli, kryetari komunës së Tërthores në Kukës, 34 vjeçari i zgjedhur në 2 mandate radhas. Akoma pa mbushur 2 vjet nga vrasja e deputetit socialist Fatmir Gjindi, u vra edhe Remzi Veseli, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në pushtetin vendor. Të dy të respektuar e të nderuar nga elektorati socialist, të dy të zgjedhur disa mandate radhazi, të dy u vranë në derë të shtëpisë, të dy në prag të fushatës zgjedhore, të dy të projektuar për rikandidim nga Partia Socialiste, të dy vrasje të mbuluara nga terri dhe papërgjegjshmëria e skajshme e shtetit, e qeverisë, e policisë. Ka 18 muaj që organet përgjegjëse nuk kanë bërë asgjë për zbulimin e vrasjeve të deputetit Fatmir Gjindi. Edhe vrasja e Remzi Veselit, që në ditën e parë të saj pas ndodhjes, filloi të mbuloj me terr e mjegu. Vrasësit kanë ikur në drejtim të paditur dhe pushteti e policia bëjnë të paditurin. Jepini fund territ, zotëri pushtetar, kryeministër, ministër, prokuror apo polic qofshi. Kërkojmë urgjentisht zbardhjen e vrasjes së 2 përfaqësuesve të Partisë Socialiste, Fatmir Gjindi e Fatmir Veseli, e Remzi Veseli. Kërkojmë në emër të PS-s, në emër të atyre që kanë zgjedhur, e mbi të gjitha në emër të shqiptarëve që mbi çdo gjë kërkojnë një model të ri qeverisje që t'u sigurojë e t'u garantojë jetën.